schaffen we schrijven. Mora 12 do filmat.
Se kisha menduar se ai instrument do dukesh aq bukur në një, do ishte aq femëror. Ishte me të vërtet. Jo se s'është instrument, po. Njerëzit e ne vlerësojnë, është instrument nga më të bukurit, po është akoma më i komplikuar se sa që flitet për atë instrument. Super instrument. Babi për atë është për. Edhe asaj e ka ditë. Atëherë kjo babin e ka pas muzikant, ta dish, që që drejtori kulturore të Mirdill. Kënaqësi. Edhe kina ka pas dhënë shumë mësimin e, dhe në gjithë mësimet i kemi pas marrë nga baba jap. Edhe djali ka për kanto. Ashtu. Po, si? Ka qenë për fizharmoni. Fizharmonicist, po. Mos e merr se ta ka marrë ajo. Kështu që, Jo, fise, bëj shaka. kështu që ta dish, mosha ime dhe këtia, muzikat më të bukura të valsit i kim nga edhe pjesë të studios time nga Krajka. Nga kim Krajka. Ju Ne i kujtojmë brezat ju respektojmë shumë, Kishte emocione kjo. edhe ty, edhe mbo nga emri i babait. Faleminderit. bota kështu ndërtohet dhe një ditë Ne edhe do ne nga mësojmë nga dhe ikim. mundësia është ta trashëgojmë nëse kemi mundësi shkollën e tij, po mundohemi se mos po nxjerr dhe më ribë dhe një muzikë se ndër vite është degraduar. Ja, ishim me djalin Agim Krajkës dhe me Lek Si Pali. është riinterpretuar, sikur e ka kompozuar dhe po mundohem t'ja risjell me atë origjinal. Dhe ti do të jesh pjesë rreziqe sa e gjë me fizharmonik. Antero nuk e Se është shumë interesante. nuk e ka braktis. Efti e dëshiron shumë. Nga po e duket se. Kam bën një gabim se e hoqa nga liceu si minarene e qova te kushtet e vet. Te çunat e vllajt tim. Atje Të gjithë në janë Itali. talentuar, po. Edhe Se çdo lule ka erën e vet, kështu që vetëm thjesht që ishte interesante për u shikoja në si filmin. pastaj u pendum edhe unë tani dua të rikuperoj atë që nga kjo. Kohën e humbur. Se fisanov, nëse unë e ti jemi tri, më trit këtu. Se s'ta ka ndalë flokët. Jemi akoma, as do mos ta kenë. Mime, na ve ti mundësi. Po jo, Që të vjen për mua ishte kënaqësi, Sepse është për sa. dikush do ta organizojë diçka. Unë kam punuar me skenën si regjisor, amator kam qenë, por kam bë diçka, jam Jo, munduar. sa s'ka. Ai që Çdo lule ka organizon, erën e vet, nuk ka, është puna gjithë janë. madhe. Çdo gjë është e bukur. Mu sot aty mu duk sikur këta janë një skuadër, Po, dhe sikur kanë punuar të gjithë bashkë. Babi ka pas një gjë me punë arrihet çdo ditë, por shika edhe unë kur fillova zanatin si pianist, isha fillimet e disa ka qenë 6-7 vjeç, pa që
isha për atë punë, dhe vafta nga unë, s'ke për të si gjejtë për janë fjallët. S'ke për të hapa si do t'i hysh kësaj valle, tha, e shofa që di me këtë qyta, qoj dhe i fun veta se nga ushë ndryshë, tha, bohu marangot dhe bohu në hidraulik. S'ka e fjallë të babës. Dhe si gjejsh, zero. Fare. Njerë që shkova për ndim, po, ama ja vidi ati, ishte i gjë që i kisha shkollë të silent, në qëtësi, se që mësoja. Por... Është formule gatshme kjo, arti vidhet, arti kopjohet? Absolutisht. Edhe në kompjuter copy-paste. Unë arrita ta kopjoj, kisha organik, se shikoja dhe kur e të bënte. E bile që edhe pjesë e vizaunikës gjitha i kisha... Vetëm se puna duhet intensive. Pa puna asë gjë në të. A i ka pas një vullnet të frikshëm, një etje të... Me fjalë dhe kur e kishte kopjoj, akoma nuk ngopesh, edhe kur shkuam në Amerikë, ta gjitha filloj një etapë e re, atë që kishte ndërruar gjithë jetën jazzin e me everything else, se kishte të pa mund ta aplikote këtu. Po atje pastaj u kënaq me si të me instrumentin e tij. Ai duhet të jetë ai që do të pyeson tani. Diku afër me moshën time. Qoftë se Zoti e ka lënë jetën, i ka pasur në bashkim. Dhe i bide filharmonikës, kemi mbaruar shtrimin me Sazan. Dhe një kurs që ka qenë organizuar, një për regjie, kanto, organizat atëherë, ishë bashkime profesionale të asaj kohë, në qytetin e Nzonzve, vjen ai edhe ju e atyre të kantës, për fjalë, dhe të filharmonikës. Aty takoj edhe babit tanë të ndjesi. Po këtë bashkimi i kam harru mbieme. Një qone Me më kalu me kaq harmonika kompozuar, jo po dhe kompozimet është. Ma voni ka filluar piano, biles kur kam taku ku ishte profesionit këngë të shekull, takova Gjia Ramën, që i ka bërë tekstin e Lemzës. Dhe thash o gjithë, se ishe dhe unë, se kisha pyet babën e, si ta ka prezentu, thash babën këngë, se ishe i këngë që babën s'do të bënte këngë fare, po ja të regoj me që s'do të bënte këngë dhe Vaçja, kishte, më fjalë, burri i Vaçit ishte shoku dhe i tha, Vaçja, o gjim, ti knajsh dynjan, tha, me këto, me orkestrë, kam pas 22 vjeç ishte. Tha, ti knajsh dynjan, pse s'bojnë këngë? Unë këngë, tha, që du këngë, unë knajsh pa kam orkestrë dhe jam gjë, sinqerisht kjo ka që du këngë, më rikot. Hajde ta bëj unë, ta knaj unë, tha. Po mirë, kom dhe i shok tha që bën tekst, tha Gjiu. Po mirë, hajde ta thuj, tha, po ta bëj, tha. Ashtu nisi dhe thash si ta erdhi me fizharmonikë, tiriri, gjithçka ishte dhe doja të thoya ajo që aty ai ka qenë frymëzimi i tij për çdo gjë tjetër. Edhe ajo bazën i ka pas fizharmonika, Vaçi, baza ka qenë fizharmonika. Unë kur e kam dëgjuar që uverturën e Berberi Sivilies, ai e ka lut me vesh, e kam mësuar me vesh. Si ka ditë notas. Deri 17 vjeç s'ka ditë notat. Gjithçka kishte orkestrën vetë dhe s'dite nota, pastaj bëri liceu për 2 vjet. Nuk thoya notat tha. Dhe kur i tha, po mirë, si shkruan? Kujtoje orkestracione se nuk përdorte piano fare, në tavolinë për një orkestër i shkruante ditë ku ishte kitara, kjo, ajo. Po shumë kollaj me babën tha, kjo këtu, tha, kjo këtu, violina tha ka kaq, tha, kjo. Shumë kollaj që e ka tha. Po futë për. Asi që shumë kollaj unë në tjetër kohë shkollë. Kështu që po janë natyra si. Kështu janë. Tash unë zbulova dhe formulën e fundit të artistëve. Nëse artisti nuk e qarë vetë këngën përpara, nuk bën njëri të qaj. Kështu që artisti e qarë vetë përpara këngën. Ka qenë dhe i sigurt për atë që donte, dinte se çfarë donte, kështu që ajo e bën më sukses. Unë dakord që pa konfuzione. Filmimin deri në fund. Unë jam presin. Okej.